Assalamu alaikum. Lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Habitesh me disa të rinj dhe të reja se në lidhjet jashtëmartesore, në emrin e dashurisë, nuk vjen as lloj kushti, as lloj kriteri. E kur vjen çështja për një lidhje serioze, martesë, e shikon lloj kushti, lloj vështirësie, lloj kriteri. Pse vllai nderuar? Pse motër e nderuar? A mos vallë shejtani e zbukuron veprën e turpshme? A mos vallë shejtani përpiqet dhe ndikon tek ndonjëri prej nesh që të vazhdojnë haram e t'i largohet halalit? Këshilloj çdo njërin prej atyre të cilët pra janë sprovuar me lidhje të tilla, që të reflektoj, të ndryshoj dhe t'i marrë gjërat më shtruar, më seriozisht. Të mundohet që në lidhjen, pra siç kënaqet Allahu i lartësuar, të shikoj përshtatshmëri dhe t'i mbështetet Allahut të lartësuar, se Zoti i gjithësisë i lehtëson gjërat. Allahu i lartësuar gjën e vështirë e bën të lehtë. E lut Zotin e gjithësisë që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.